E pas kemi konsumuar gabim kivin deri më sot, i jap se duhet ta konsumoni me gjithë lëkurë. Shumica e frutave duhet të qërohen përpara se të konsumohen, por ka disa fruta që mjafton t'i lani dhe mund t'i hani me gjithë lëkurë. Mund t'ju vinë ndërmend edhe fruta të tilla si molla, pjeshka ose rrushi, por do të habiteni kur të mësoni se në këtë listë përfshihet edhe kivi. Studimet të kohëve të fundit nga Nottingham University dhe Zespri International kanë treguar se lëkura e kivit duhet të hahet pasi na siguron më shumë vitamina dhe vlera ushqyese se sa vetë tulli. Lëkura e ashpër është problemi dhe arsyeja kryesore pse njerëzit e qërojnë në këtë frutë, por shkencëtarët pohojnë se ka disa mënyra si të pastroni pushin e lëkurës së kivit dhe më pas të përfitoni prej saj. Cilat janë përfitimet e të ngrënit kivi me gjithë lëkurë? Kaliumi që gjendet me shumicë te lëkura e kivit mund të rregullojë nivelin e hormoneve, presionin e gjakut dhe funksionin e enëve të gjakut. Kivi dhe lëkura e tij është e pasur me antioksidantë të fuqishëm.